Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. Shenjat më të zgjuara të horoskopit. Në vend të parë, binjakët. Binjakët janë mjeshtër të komunikimit dhe të mendjes së shpejtë. Ata mund të lexojnë situata të ndryshme në sekonda dhe të reagojnë më saktë se shumica. Për ta informacioni është fuqi, dhe ata nuk e lën kurrë të humbas mundësia për të mësuar diçka të re. Binjakët dinë të flasin, të bindin dhe të manipulojnë situata në mënyrë të natyrshme. Në shoqëri, ata janë gjithmonë një hap përpara, kurrë nuk lodhen duke menduar strategji apo zgjidhje kreative. Në vend të dytë, Virgjëresha. Virgjëresha është shumë inteligjente, e qartë dhe analitike. Ata shohin detajet që të tjerët i harrojnë dhe i përdorin për të marrë vendime të mençura. Kur ka problem, ata nuk nxitohen, analizojnë, planifikojnë dhe veprojnë në kohën e duhur. Ajo që i bën të veçantë është kombinimi i logjikës me intuitën. Në punë apo në jetën personale, Virgjëresha e mban gjithçka nën kontroll dhe e di saktësisht se çfarë duhet të bëjë për të arritur rezultatin më të mirë. Në vend të tretë, Akrepi. Akrepi është mjeshtër i inteligjencës emocionale. Ai e ndjen gjërat që të tjerët nuk i shohin, fshehtësitë, motivet dhe qëllimet e të tjerëve. Kur diçka nuk shkon, Akrepi e kupton pa folur. Kombinon mendjen strategjike me intuitën e fuqishme dhe shpesh e përdor këtë njohuri për të arritur qëllimet e tij. Shpesh duket misterioz sepse mendon më shumë se sa tregon, por kjo e bën inteligjencën e tij të frikshme dhe të admirueshme. Në vend të katërt, Bricjapi. Bricjapi është inteligjent në mënyrë praktike dhe strategjike. Ai planifikon për të ardhmen dhe nuk lë asgjë rastësisë. Në biznes, karrierë apo marrëdhënie, Bricjapi gjithmonë e di se çfarë do dhe si ta arrijë atë gjë. Nuk bën gabime të mëdha sepse i ka studiuar të gjitha skenarët para se të veprojë. Bricjapi është shumë i durueshëm, i vendosur dhe gjithmonë një hap përpara të tjerëve.